Mirëmbrëma. Për gjithë ata që kanë një pyetje, ku është Partia Demokratike dhe opozita? Ndizni dritat e telefonave. Ta shohin gjithë shqiptarët. Ku është populli opozitar? Ku është Partia Demokratike e Shqipërisë? Nderuar qytetar, ne sot nuk jemi mbledhur për një ritual politik e as për një protest radhës. Sot jemi këtu si misionar. Jemi këtu për të bërë histori dhe për të thënë vërtetën. Ky pushtet ka mbaruar. Edi Rama duhet jap dorëheqjen tani, jo nesër, jo pas zgjedhjeve, jo kur t'i le verdisa ti, tani. Këtu kranesh, në hijet e pushtetit që mishëron kjo godin, ka disa kohë që luhet një dramë e madhe. Frikë, dhunë, shantazh, thika pas shpine e tradhtime sortakësh. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit. Gjumi i tyre është prishur përfundimisht. Ata hynë dalin nga kjo godin, jo për qeverisur, por për dy arsye. Për të zhdukur provat e krimeve dhe për të mbledhur prova kundër njëri tjetrit. Visi ka ruajtur mesazhet e Ballukut. Balluku ka ruajtur mesazhet e Palloshit, ndërsa Gysi i ka filmuar që të gjithë. Kamerat fsheta, telefonatat regjistruara, USB të ruajtura, përgjimen kasaforta, të gjitha mes bandës kriminale që ende guxon dhe e quan veten qeveri, ndërsa kreu i organizatës Edi Rama nuk di më as këtë mbroj dhe as këtë lëshoj. Miliarda euro të grabitura në çdo tender, në çdo kantier e në çdo pasuri publike e private sot nuk i bëjnë më derman. Sepse nderuar qytetar, ju e dini tashmë se mekanizmi përbindësh ka rënë. Me parat e pasurit e shqiptarve, kjo bandë siguroi për 13 vite me radhë vota, aleanca, mbështetje, lobim ndërkombëtar, Karlo Media, krim dhe luks të shprenuar personal. E gjithë kjo makineri u mbaj gjallë mbi frikën, presionin, dhunën ndaj qytetarëve, mbi shpopullimin masiv dhe përpjekjen e vazhdueshme për të likuiduar opozitën. Miliarda euro të zhdukura nga xhepat tanë, bashkë me shëndetin, edukimin, sigurinë rrugore, ato ushqimore dhe cilësinë e jetës. Kjo bandë detyroi të ikin nga sytë këmbët plot 1.1 milion shqiptar. Ama sot, të nderuar qytetar, historia është përmbysur. Ata që kanë frikë, ata që kërkojnë të aratisen, ata që fshihen, ata që nuk dalin më para njerëzve, janë pikërisht këta që qeverisin kriminalisht për më shumë se një dekadë. Ndaj sot dua t'u drejtohem të gjithë juve dhe mbi gjitha kreut opozitës dhe të Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha. I drejtohemi gjithë demokratëve që nuk u përkulën, qytetarëve që nuk e shitën dinjitetin, gazetarëve dhe njerëzve publik që nuk u blet, ju që denoncuat, ju që qëndruat, që folët atëherë kur ishte shumë e rrezikshme që të flisje. Ja ku jemi dhe sa shumë që jemi. Sot jemi këtu edhe për të dhënë një mësim final politik, mësimin më të vyer që një popull mund t'i jap mandatarëve të vet. Mandati nuk është pronë, nuk është privilegj, nuk është licencë për të vjedhur. Kush merr mandat është shërptori i qytetarëve e jo pronari i shtetit. Nëse vjedh, largohesh. Nëse shkel besimin, mandati mbaron. Nëse e trajton shtetin si plaçk, do të përgjigjesh para ligjit. Dhe miq, o sot, o kurrë, sepse ajo që do të vendosim sot do të jetë një precedent për të ardhmen, një precedent që nuk do të arrijë më askush ta përmbys. Askush nuk ka imunitet nga zemrimi qytetar. Askush nuk mund të ushqejë iluzionin se kur qeveris kundër popullit të pret qetësia. Edi Rama duhet ta jap dorëheqjen tani, edhe si një akt i një emergjence kombëtare. Sepse Edi Rama ka kohë, dashur miq, që nuk është më kryeministër, por është kapobanda i një sistemi abuzues, grabitës, shkatrues dhe shpopullues.
Por, kur reziston, kur nuk i nënshtrohesh as edhe një pazari, ja ku vjen dhe përmbysja finale. Ajo më e pa imagjinueshmja. Ata që na mbanin ne nën frikë, sot jetojnë me frikë. Ata që na shantazhonin, sot shantazhohen mes tyre. Ata që predikonin stabilitet, sot nuk kontrollojnë më asnjën e vet. Shqipëria është një moment shumë vështirë, por edhe buz një shpresë të re, sepse zgjidhjet, kapacitetet dhe njerëzit janë këtu. Ky vend nuk ka marrë fund. Fundi po u vjen atyre që investuan që kjo të ndodhte. Demokracia, miq, nuk vdes në një ditë. Vdes vetëm kur njerëzit binden se nuk ka alternativë. Dhe për këtë mashtrim të ndyrë u investua ky pushtet me Karlo Mediat e tij. Alternativë ka. E nisëm betejën kundër grupit strukturuar kriminal 5D dhe ishim shumë pak. Thoshin nuk keni për t'ja dalë, se janë shumë fort, kanë miliarda dhe janë frikshëm. Qëndruam, protestuam për 44 javë rresht, denoncuam çdo ditë e depozituam dosje pafund. Ku janë sot ata? Të gjithë pushtetshmit që blenin votat e Tiranës, janë të gjithë në burg së bashku me erionin e tyre, me kryetarin e tyre. E njëjta histori me Ballukun, na u turrën se e kemi të kot. Bela Mafia nuk preket, është më e fortë se Rama. Denoncuam tunelin, denoncuam lotet e rrugëve, Tigrin 1 dhe Tigrin 3, Keshin, Arrëshën, dhe ja ku po i vjen ora dhe Ballukut, me gjithë bandën e saj, në përburgje, arreste e ndjekje penale. Por, të dashur miq, ne gjithë bashku do ta bëjmë dhe aktin e fundit pa na u dridhur qerpiku. Ne do ta largojmë edhe Edi Ramën. Këmbanat që po bien po u kujtojnë se pushteti nuk është i përjetshëm. Ky shesh sot nuk po kërkon, por po vendos. Ky është mësimi, ky është precedenti. Shqiptarët nuk rrëzojnë shtetin, shqiptarët rrëzojnë abuzimin. Populli të vendos dhe është populli që të heq. Sot tu është vetëm fillimi. Dorëheqje Edi Rama, dorëheqje, dorëheqje, dorëheqje. Dhe para se ta mbyll, kam një mesazh personal për kamikazin në kryet komisariatit numër 4 në Tiranë, Felix Hodajn. Ti banditi keq përdorur, harroje shantazhin ndaj demokratëve me ato deklaratat që kërkoje sot me shkrim, që kërkoje të firmosnin demokratët për të mos marrë pjesë në protestat kundër këtij narkoshteti. Ne nuk llogarisim kreun e narkoshtetit e jo më të llogarisim ty. Guxo ti dhe shefat e tu dhe një herë të vetme ti binin qafë demokratëve dhe do të merremi personalisht me ju një e nga një. Forca qytetar, vazhdoja dalim. Fitore, fitore, fitore. Duhet gjithmonë një kujdes e rezistencës së përbashkët përballë pushtetit. Kjo video 1 minutëshe kthen në kujdes protestën e bashkisë dhe qëndresën e protestuesve.